Emocione dhe dhimbje ndihen edhe qindra qytetarë në Lubenik të Pejës. Atje po kujtohet 27 vjetari masakrës së kryer nga forcat paramilitare dhe ushtarake serbe. Derisa në ceremoninë përkujtimore dhe për të bërë homazhe, atje gjendet presidenti e vendit Vjosa Osmani, gjithashtu lider institucional dhe politik, të cilët janë atje për të nderuar 80 viktimat e shkaktuara nga një masakër e cila kishte ndodhur më datën 1 dhe 2 prill të vitit 1999 nga forcat serbe, e në cilat ishin të përfshira edhe forcat paramilitare serbe të njohur ndryshe si Çakallët. Kemi ndjekur të